Kompania Kafe Paskalin ka shpërbluar këtë fillim vit klientët besnik me hedhjen e shorteut dhe ndarjen e dhuratave, ndryshe nga vitet e kaluara ku shorteu hidhej në ditët e fundit të vitit. Këtë vit shorteu u hodh në 10 ditëshin e parë të muajit janar. Mirëditë të nderuara matjan, si çdo herë tjetër, kompania Kafe Paskalin i uron një vit të mbarë dhe të shëndetshëm familjet tuaja. Sipas traditës, sot kemi ditën që do hedhim shorteun në dyqanin e Kafes Paskalin këtu në qytetin tuaj. Ju urojmë shëndet dhe fat. Bileta që u përzgjodhën në mënyrë të rastësishme nga një fëmijë u telefonuan direkt dhe ata që u përgjigjen telefonatës morën një nga dhuratat që ishin lavatriçe, televizor dhe fshes me korrent. Bileta e parë fituese është lumturi Stana. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Me zotin lumturi po flasim? Te Kafe Paskalin, po hedhim shorteun në radhës, sot edhe je fituese një lavatriçe. Faleminderit, shumë faleminderit. Nga ky moment mund të afrohesh me kartë identiteti, mund të afrohesh që të rregjë dhuratën që ke fituar. Po, ashtu thash tani, bashkëshorti. Rufat Isaku, bileta e dytë fituese. Zoti Rufat, përshëndetje. Përshëndetje. Nga Kafe Paskalin ju marrim dhe je fitues i një televizori Fuego. Bileta e të fituese, zonja Mrik Rica. Ja. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me zonjë Mrik po flasim. Po. Po ju marrim nga Kafe Paskalin. Po. Me qenë se sot po hedhim shorteun e radhës, je fituese e një fshese me korrent. Faleminderit. Fituesit u paraqitën pranë dyqanit të Kafe Paskalin në qytetin e Burrelit, ku tërhoqën dhuratën e fituar. Ja urdhë zoti Rifat, ke fituar televizorin me shorteun e hedhur sot me datë 10. Falenderoj. Ta gëzosh. Falenderoj kompaninë Edhe mirë se të Paskalini që na shërben ne dhe na. Urdhë. Ndërkohë, kompania e Kafes Paskalin ju kujton klientëve të saj besnik se do të vazhdojë të jetë pranë tyre për t'u shpërblyer me produkte, kafeje cilësore dhe dhurata të tjera gjatë muajve në vijim. Edhe për sot, hodhëm shorteun në radhës në qytetin e Burrelit. Fitues janë Lumturi Stano, Rufat Isaku dhe Mrik Rica. Vazhdoni të frekuentoni dyqanin e Kafes Paskalin për produktin që ajo ka, sepse do të shpërbleni në shortet tjera.